Në mëngjes apo në mbrëmje, kur duhet të pini qumësht? Nëse dëshironi të merrni më shumë proteinë në mëngjes, atëherë qumshti duhet pirë gjatë këtij vakti të rëndësishëm. Nëse preferoni të kryeni aktivitet fizik në mëngjes, atëherë qumshtin duhet ta pini, po gjatë këtij vakti për të furnizduar organizmin me proteina dhe kalcium. Nëse dëshironi të jeni të ngopur për më gjatë, mëngjesi është koha më e mirë për të pirë qumësht. Nëse keni probleme me gjumin, ne ju këshillojmë që në mbrëmje të pini një gotë me qumësht të ngrohtë. Nëse ndiheni të lodhur, atëherë pini qumësht në mbrëmje. Qumshti përmban aminoacide që e ndihmojnë trurin të çlirojë serotonin. Për një tretje më të mirë, zgjidhni të pini qumësht të ngrohtë dhe jo të ftohtë. Mos e zgjini ose mos e ngrohni qumshin shumë shpesh, sepse nxehtësia ndikon në pasurinë e ushqyerjes së tij. Gjatë zgjerrjes së qumshtit e përzijeni rregullisht me lugë druri.